Në momentin që Kali takoi shikimin e vajzës, kafsha filloi të kërcej rreth saj dhe thjesht u tërbua. Pronari nuk mundi ta përmbante dhe në fillim as që e kuptoi se çfarë po e shkaktonte këtë. Por kur Kali i papritur kërceu jashtë gardit dhe u vërsul drejt vajzës, gjithçka u bë menjëherë e qartë. Jimmy nuk kishte asnjë ide se çfarë do t'i ndodhte atë ditë. Ai ishte i shqetësuar që Kali i tij garues, Fantazma, do të merrte pjesë për herë të parë në një garë. Ai ishte aq i përqendruar në bisedat me kalorësit e mundshëm, sa nuk e vuri re fare kur një vajzë e re hyri në ambient. Fantazma, zakonisht aq i qetë dhe i pandikuar nga turma, filloi të shqetësoj sapo një vajzë e re kaloi në shtegun pranë tij. Jimmy nuk kishte parë kurrë një ndryshim kaq dramatik në sjelljen e një Kali gjatë gjithë jetës së tij. Kali, pa asnjë arsye të dukshme, filloi të çmendej plotësisht. Në fillim filloi të trembte njerëzit që ishin pranë gardit dhe shumica prej tyre u tërhoqën disa hapa pas. Pastaj edhe kuajt e tjerë që ishin të paktën brenda një rrezije prej 10 metrash nga Fantazma filluan të bëheshin paksa nervoz pasi pan reagimin e Kalit. Jimmy ende nuk kishte arritur të kuptonte se çfarë mund të kishte shkaktuar sjelljen kaq të papritur të Kalit të tij. Kafsha filloi të vraponte rreth gardit me çmenduri të plotë dhe e vetmja gjë që Jimmy mund të bënte ishte të priste derisa Fantazma të qetësohej. Por ajo që ndodhi më pas i la të gjithë pa fjalë. Në vend që ta sulmonte vajzën, Kali u ndal papritur para saj dhe nisi të sillej çuditshëm. Ai po e rrethonte vajzën ngadalë, si për ta mbrojtur. Pastaj Kali filloi të përshpëriste lehtë dhe të bënte tinguj të ngjashëm me përkëdhelje, një sjellje që askush nuk e kishte parë ndonjëherë më parë nga ai. Jimmy ishte i hutuar, nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Vajza e re qëndronte e qetë, pa frikë dhe zgjati dorën për ta prekur Kalin. Kali afroi kokën ngadalë dhe u mbështet mbi dorën e saj, si një qen besnik që sapo kishte gjetur të zotin e vet. Publiku që kishte ndjekur gjithnjë këtë skenë shpërtheu në duar trokitje. Jimmy i u afroi me kujdes, akoma i tronditur dhe e pyeti vajzën nëse e njihte më parë këtë Kal. Ajo u përgjigj me zë të ulët. Jo, nuk e kam parë kurrë më parë, por ndjej sikur e kam njohur gjithë jetën. Jimmy nuk kishte asnjë ide se çfarë do t'i ndodhte atë ditë. Për më tepër ishte pikërisht në këtë moment që vajza e re bëri disa hapa përpara, sikur ky ishte momenti i planifikuar për këtë gjë. Zemra e Jimmyt u fundos kur pa Kalin e tij të hidhej mbi një gardh të madh. Të gjithë gjithmonë kishin siguruar se lartësia e atij gardi ishte e tillë që kuajt e garës nuk do të mund ta kalonin kurrë. Jimmy kishte frikë jo vetëm për Kalin e tij të dashur, por edhe për vajzën e re, e cila dukej se ishte në një rrezik serioz. Tani ishte e qartë për të gjithë të pranishmit se Fantazma i kishte vënë syrin mbi vajzën e re, dhe sa ajo ishte ndoshta edhe arsyeja pse ky Kal zakonisht i qetë po sillej si një kafshë e tërbuar. Tani ai po vraponte drejt saj me shpejtësi të madhe dhe Jimmy ende nuk e kuptonte se pse. A e kishte parë ndonjëherë këtë vajzë më parë? Ai kishte frikë të sinqertë se vajza ishte në rrezik pasi në fund të fundit ishte Kali i tij ai që mund ta lëndonte. Jimmy qëndroi aty dhe përpara se të mund të mendonte se çfarë kishte ndodhur, vajza e re dhe Fantazma ishin zhdukur. Kur Jimmy e kuptoi se çfarë kishte ndodhur, ai kapi telefonin dhe thiri policinë. Ndërsa policia po përpiqej të kuptonte situatën, ata filluan të merrnin 10 raportime për një Kal të egër që shfaqej në rrugët e qytetit. Një makinë policie tashmë po i afrohej ngjarjes, ndërsa një tjetër ekip lokalizoi Kalin bazuar në pikët prej nga telefononin njerëzit. Kështu, policia ishte në gjendje të përcaktonte se në cilin drejtim po shkonte Kali. Fantazma ndërkohë i patrazuar dhe ende me vajzën e re në shpinë vraponte drejt për drejt përmes qytetit. Më në fund u bë e qartë se Kali po shkonte në drejtim të periferive në anën tjetër të qytetit. Makinat e policisë kontrolluan zonën ku ishin parë për herë të fundit, por çifti dukej sikur ishte zhdukur pa lënë gjurmë. Me që nuk kishin ndonjë tjetër të dhënë apo dëshmi, policia vendosi të fliste me disa njerëz në garat me kuaj. Ndoshta ndonjëri prej tyre e njihte vajzën dhe mund t'i ndihmonte
për të treguar ndonjë gjurmë. Për fat të mirë për Jimin dhe policinë, shumica e njerëzve ishin ende në pistën e garave, pasi garat vazhdonin sipas planit. Papritur, një burr i çuditshëm i u ofrua Jimit. I bëri me kokë, i vuri diçka në dorë dhe u largua shpejt. Oficerët të policisë që kishin qenë duke rrethuar Jimin për më shumë se një orë, ende po flisnin me disa nga pastvënësit dhe nuk e pan ngjarjen. Kjo i dha Jimit mundësinë të shikonte fshehurazi se çfarë i kishte dhënë. Ishte një shënim i vogël, i palosur disa herë. Takohu me mua pas ahurëve për 5 minuta. Mos sill policinë. Ishte shkruar me nxitim, por kuptimi ishte i qartë. E megjithatë, Jimi nuk kishte asnjë ide se çfarë donte ky njeri prej tij. Ai shpresonte me gjithë zemër që të merrte informacion për vendodhjen e fantazmës. Ndaj, ishte i gatshëm të rrezikonte gjithçka. Jimi i u ofrua policisë edhe u tha atyre se kishte nevojë të bënte disa telefonata personale. Dhe ata ranë dakord me hezitim, ndonse ende ishin të zënë duke kërkuar për dikë aty afër. Jimi nxitoi pas ahurëve, ku shpresonte se burri misterios tashmë po e priste. Për fat të mirë, burri ishte aty. Jimi pothuajse vrapoi drejt tij, edhe pse nuk donte të niste ndonjë përplasje. Ai ishte aq i dëshpëruar për përgjigje, por burri i bëri një shenjë të qëndronte i qetë dhe i heshtur. Sapo u gjendën pas ahurëve, Jimi kuptoi se askush nuk mund t'i shihte më. Ajo që Jimi dëshironte më shumë ishte të dinte nëse ky burr kishte ndonjë informacion për vajzën që kishte rrëmbyer fantazmën. Për habin e tij, burri u përgjigj po. Në fakt, ishte ai që i kishte sjell vajzën në garat e asaj dite. Pronari i emocionuar i fantazmës mezi mund ta besonte. Më në fund po mësonte motivet e vajzës së re. Mendja e Jimit po rrotullohej nga shumë pyetje, por burri i zhgënjeu shpejt pritshmëritë e tij. Ai ishte duke udhëtuar me makinë përgjatë rrugës jugore, kur e kishte takuar vajzën. Ajo kishte bërë autostop rrugës për në gara, dhe me që ai kishte planifikuar të shkonte aty, e kishte marrë me vete. Gjatë mëngjesit kishin shkëmbyer shumë pak fjalë. Jimi pranoi se kishte shpresuar për më shumë, edhe pse ishte ende paksa i zhgënjur. Burri kishte informacione të tjera të rëndësishme për të në kërkimin e vajzës. Ai e ndërpreu Jimin dhe filloi t'i tregonte saktësisht se ku e kishte takuar vajzën e re. Burri nuk donte të përfshinte policinë. Së pari, ai nuk kishte shumë besim tek policia dhe e dinte se në këto zona autostopi ishte teknikisht i ndaluar me ligj. Së dyti, ai nuk kishte interes të përfshihej në çështje të tilla, pasi kjo do t'i shkaktonte shumë stres edhe telashe. Ai ia dha Jimit adresën pasi ky i premtoi që nuk do t'i tregonte policisë se nga i kishte marrë informacionin. Pronari i kalit menjëherë shkoi tek policia që ata të mund të zgjidhnin çështjen. Vendi i ngjarjes ishte rreth gjysmë ore larg nga qyteti, në drejtimin ku kishte vrapuar vajza me kalin, gjë që ishte një shenjë shumë e mirë. Për shkak të ngutjes që ishin, policët nuk e kontrolluan se çfarë ishte në të vërtetë adresa. Kur arritën në vend, ekipi i policisë i udhëhequr nga Jimi duhej të verifikonte 2 herë për të siguruar që ai nuk kishte bërë ndonjë gabim. Rastet të kësaj, adresa rezultoi të ishte një fermë e bukur, ku Jimi mund të shihte 10 rakuaj që po shëtisnin nëpër fushat e saj. A ishte vajza misterioze vërtet nga ky vend? Dhe më e rëndësishmja, a e kishte çuar fantazmën në këtë vend? Jimi dhe policia dolën nga makina, duke kuptuar se nuk kishin shumë mundësi për të diskutuar dhe do të ishte e vështirë për ta të kundërshtonin pronarin e vendit. Një grup njerëzish po shëtisnin në obor dhe nga mënyra se si ishin veshur, dukej se ishin kujdestar të kuajve. Atëherë, Jimi vuri re vajzën që kishte shpresuar ta shihte aty. Kur vajza e pa, ajo dukej e befasuar po aq sa Jimi, dhe ndonë se ishte e shokuar, ajo padyshim e kuptoi se nuk kishte mënyrë për ta ratisur. Kjo ishte arsyeja pse ajo qëndroi e palëvizur përballë burrave, duke pritur që ata të ofroheshin më shpejt. Ndërkohë që të gjithë filluan të bombardonin vajzën me pyetje, një çift i moshuar doli nga ndërtesa kryesore e fermës pas tyre. Ata nuk dukeshin aq miqësor sa vajza. Ata filluan të bërtasin disa pyetje, duke kërkuar të dinin se çfarë po bënin ata me vajzën e tyre. Pasi nisën të diskutojnë më hollësisht se çfarë kishte ndodhur, gjithçka u bë e qartë shumë shpejt. Ferma rezultoi të ishte jo një fermë e zakonshme, por
një qendër shpëtimi kuajsh. Çifti i moshuar së bashku me fëmijët e tyre kujdeseshin për kafshët dhe e siguronin që ato të kalonin një fund të rehatshëm jete. Në disa raste, kuajt shiteshin te pronarët të rinj. Jimmy nuk dinte që fantazma kishte njohur këtë fermë për shumë vite. Kali i garave ishte lindur këtu pasi nëna e tij, e cila ishte shtatzën, ishte sjellë në këtë fermë. Fantazma ishte një kuaj i shëndetshëm, i cili u shit më pas. Por siç pranuan prindërit, ndoshta do të kishin dashur të kishin kontrolluar më nga afër pronarin e tij të ri. Njeriu që e bleu kalin ishte nga ana tjetër e qytetit, ku kultura e garave ishte e fortë. Ai duket kishte shpikur një gënjeshtër duke thënë se fantazma ishte bi e një kuaji garash të pastër, dhe prandaj ishte me vlerë shumë para. Jimmy, si pronar i tretë, ra në këtë mashtrim dhe bleu kafshën për një shumë të madhe parash. Gjatë viteve të para të jetës së fantazmës në fermë, vajza më e vogël e çiftit të moshuar, Greta, kaloi shumë kohë me Kalin. Ky kontakt i ngushtë bëri që ajo ta njohë menjëherë Kalin gjatë garës së mëngjesit. Edhe pse kishte kaluar shumë kohë që nga atëherë fantazma gjithashtu e njohu Gretën. Ajo pranoi se kishte marrë një vendim të gabuar, por Kalin e vet e kishte afruar për të ikur nga pista e garave. Greta gjithashtu pranoi se dëshironte ta kthente kafshën në fermë, ndonëse nuk kishte menduar për pasojat që do të vinin. Edhe pse të gjithë në Tryez u prekën nga historia, prindërit e Gretës ishin shokuar. Ata as që dinin që fantazma tani ndodhej në një nga stallat e tyre. Vajza e kishte mbajtur veprimin e saj në fshehtësi nga ata. Burri i moshuar dhe gruaja e tij shikuan njëri tjetrin dhe pastaj shikuan Jimmy. Natyrisht ai donte ta merrte Kalin e garave përsëri. Jimmy më vonë pranoi që kishte menduar të ngrinte akuza dhe të kërkonte kompenzim për humbjen e fitimeve. Megjithatë, në fund ai hoqi dorë nga kjo ide, sepse e ndjeu se Greta dhe fantazma e donin vërtet njëri tjetrin. Përveç kësaj, Jimmy ishte tepër i gëzuar që më në fund kishte marrë Kalin e tij mbrapsht.